Ishte e lumtur kur mbete shtatzën me Rominën? Po. Vërtet? Flas. Doje shumë të bëhesh e nën? E kishe patur me qef? Po, me qef, se ishim nën pa fëmijë. Ti bëje Po. Nuk është se kishe patur në një herë probleme. Jo. Romina, ku ti ngjan? Se Romina me ty nuk është se ngjan shumë, është bjonde, se bëj qenë. Po, ato di fëmijë tjerë në shështansi. Di fëmijë tjerë si ka me fjok bardha. Ngjan në Ramazanit. Po pse ja vendos emrin Romina? Unë jo. Ja ka vënë Caskunauti. Po pse Ato ti si ja do emrin? kishin qejf. Ti si ja do emrin? Jo, prindrit kishin qejf, se nga se s'kishin fëmijë, që 40 vjeç grua, ne kishin qejf. Masa ne ke bori tha jo, tha se të t'ja vënë një Caskunauti. Caca 10 vet. Ne ja vënë. Romina tani është sa vjeç jeti Romina? 10. 10 vjeç. Po. 10 vjeç. Dhe jesh në klasë të 4, është pika jo dhe dobët, Romina. Po, vetëm s'ke. Se tani vetëm atë ke? Po, vetëm. Po ti vetë punon? Po s'ku të punoj. S'kam zhjetë punë, jo, se kam marrë jo. Nuk kam zhjetë punë. Du të punoj, po. Ta shohë nëj punë. Po këtu si po jeton? Me qa po e pagun qëran? Po një të më falët, një 30, një 10, një 50, një vllaj, njerëz që ti mojnë, po. Po në Kukës pse erdhe? Pse nuk qëndrove në fshat? Po s'kishte ku me isha vajzën të shkollës, ishte largë shkolla, do me ishte me makinë. Me makinë ku ta shoj, kush mas, me më të kërkush. Në shkolla largë, do me ranë qendër me ishu. E kuptoj. Dhe more vendimin që të vije këto. Po. Për ta shkolluar. Po. Do që të... Do të bëjmë prej vajzës. Do që ta bëjë shkollën, e? Po. Shkollën që ti se bërë dot. Kjo. Qa ke qef ti Romina të bësh? Pëlqen infermiera? Edhe ti si mami? Infermiera. Infermieria është e bukur? Apo mjeka? Infermierët pëlqen më shumë, ë? Po ke kërkuar për punë ti vetë? Po. Ke kërkuar për punë? Po, pastruese. Nëse për banketa me në lokala, me lajnë. Dhe nuk kanë pranuar? Nuk të kanë? Jo, se s'm kanë pranuar, po s'kam zhejet, jo. Nuk e gjetur, Jo, nuk kam zhejet. Po ta në këtë zonë me. Si dhe bësh për paradita? Po jo, shkon, vajzat e shkollët, tani shkon veca nga. Po të gjesh një punë, flas, po të gjesh një punë. Jo. Po, atë pa e vajzë madhe. Është vajzë madhe, shkon vetë, Po, vetëm me kon pa qef, kam telefonin unë, ne folim bashkë, bisedojmë. Me shëndet është mirë? Jo, e kam me Vetë me shëndet, flas, Romina, si është? Në farsoj, e kam me spital, po mirë në vesh me telefon, po spital se ka gurën veshke. Çfarë thua? Po, ka ranë, e ka pas gurin të më thithë, që është e ja shkrin gurin e ja tërshatën e ka ranë në komplet barkin me ranë, në jep krizën e shetë spitalit. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.